qasoj që ja Do këto një vite, gjini. nuk e dija që do dilte kaq shpejt se kishte ndodhur brenda darkë, do vite do ta Nëse që thoja. na të bëj sosh, kena mujt me bëu edhe pa thonë çato Eugenit, okay? Eugjini Edhe kisha mua kuptuar shumë mirë. Bravo, shumë mirë, ke shumë Edhe drejt. nëse pengon diçka, ta kisha kuptuar shumë mirë. Super. Mal, ka mund të Deri shkoj te kjo pika ke shumë të drejtë. Po, të kom respektuar se. Ndërsa për Eugenin, me Eugenin Bista për vendon zonë ta, se folet e gjithë kom respektuar, gjithë na knoq, gjithë kena kthy, gjithë po nuk on. Po. Edhe gjithë Njësoj edhe nga ana ime. Po, jo çka tashmë. Jo, njësoj nga ana ime. Ky është një veprim që mua nuk pëlqen. O mal, nuk bëj dot askaj gjë se me Malin kam kaluar mirë dhe bëj sikur nuk e kuptoj. Me ty për një me kurs Unë nuk e kam se ti ke debatu. Po se kam unë se ke debatu me mirë. Unë e kam që ti bashkëton. Okej, kërkoj falje. Nuk po du. Të kërkoj falje. Po edhe për mua ka qenë rëndë që unë shikoj një njeri që unë qesh, ha, buk me një vend, pi, dhe bëj çdo gjë, cilët në mënyrë e rëndë është për mua. Dhe Eugenit nuk ja kam thënë. Me ty s'kom pas që bravo, dhe këtë. Me mirin, ti prapo kapsh te mirin. Ja të shpjegoj edhe një gjë tjetër të fundit. Po nëse të pengon diçka, hajde prapë çështu. Jo me ofendu ashtu se nëse do e kisha për të bravo, nëse do e kisha për të komentuar lart e poshtë, do kisha kap mirë dhe kisha thënë, po ky Mali është normal? Jo. E komentova me Eugenin sepse Eugenin kam shok vërtet. Nëse do kisha bërë me Eugenin dhe me Loren. Po, nëse do kisha bërë me Eugenin dhe me Loren, ta dish se kam 100% sinqert. Nëse do ta kisha bërë me Mirën apo me dikë tjetër, ta dish që e kam për lojë. Dhe jo, do vite moment që do vija te ti vetëm se sot kam qenë e para u zgjova shumë vonë, më tërhoqën vëmendjen. E dyta, kam pas 100 punë për të bërë me art me të kap dhe nuk kam marrë njëri mendje që nga mbrëm sot do dalë ai klipi. Ja doli, ja erdhi momenti për ta sqaruar. Nëse të ka ofenduar fjala, si ka shpylli, që nuk ka qenë etiketik, ka qenë paralelizim. Eron, prapë se prapë është eron. Okej, në rregull, kërkoj falje. Unë ashtu e ndjeva sepse më duken veprime anormale. E di, po ajde thuma